Në forcat e armatosura të Zvicrës, shërbejnë mbi 10.000 ushtar me origjinë shqiptare, duke e bërë komunitetin shqiptar një nga grupet më të mëdha brenda ushtrisë së këtij shteti. Prania e tyre është rritur ndër vite si rezultat i integrimit të diasporës shqiptare në shoqërinë zvicerane dhe pjesëmarrjes aktive në institucionet shtetërore. Autoritetet ushtarake në Zvicër u japin mundësi ushtarëve musliman që gjatë muajit të Ramazanit të agjerojnë dhe të kryejnë praktikat e tyre fetare. Sipas rregullave të ushtrisë, ushtarëve u ofrohet fleksibilitet në orare dhe organizim të detyrave në mënyrë që të respektohet besimi i tyre, pa penguar detyrimet ushtarake. Në shumë raste gjatë muajit të Ramazanit, bëhen edhe përshtatje në oraret e ushqimit dhe të shërbimit, në mënyrë që ushtarët të kenë mundësi të agjerojnë dhe të kryejnë iftarin pas perëndimit të diellit. Kjo qasje synon të krijojë një ambient sa më gjithëpërfshirës për pjesëtarët e ushtrisë që vijnë nga kultura dhe besime të ndryshme. Ky hap shihet si pjesë e politikave të ushtrisë zvicerane për respektimin e diversitetit kulturor dhe fetar. Ndërkohë shqiptarët vazhdojnë të jenë një pjesë e rëndësishme e strukturave të saj, duke kontribuar në sigurinë dhe funksionimin e forcave të armatosura të këtij shteti. Prania e tyre konsiderohet gjithashtu një shembull i integrimit të suksesshëm të komunitetit shqiptar në shoqërinë zvicerane.